Dorian Kongoli, djali i shkrimtarit ton të shquar Fatos Kongoli, është ndarë nga jeta ditën e sotme. Dorian Kongoli ishte vetëm 47 vjeç dhe jetonte në New York. Duke ndjekur gjurmët e të atit, i ndjeri ishte shkrimtar gjithashtu. Ai shkruante me pseudonime dhe jo me emrin e tij, ndërsa në SBA ushtronte profesionin e policit. Në muajin korrik 2025, familja dhe një organizatë për mbledhjen e fondeve publikuan rastin e Dorian Kongolit dhe bën me dije se ai po luftonte me kancerin e veshkave në fazën e 4. Në Shqip ka qarkulluar një roman i tij me titull Transplanti i jetës. Shtëpia botuese Toena dha lajmin në Facebook dhe tregon se romani i fundit i Dorianit ishte në proces botimi. Prej disa vitesh, ai është shfaqur në faqen e Amazon.com edhe si autor romanesh të botuara me pseudonimin Dorian Keyes.